Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Në ditën e dëshmorëve të Atë-Dheut në Gjirokastër u zhvillua një ceremoni përkujtimore në nder të 494 dëshmorëve të varrezave të qytetit. Përfaqësues institucionesh, deputet, veteranë dhe qytetarë vendosën kurora me lule në shenjë respekti për ata që dhanë jetën për lirinë e vendit. Punimet për aksin Kakavi Janin po vijojnë me intensitet në disa pika kyçe në Epir. Projekti prej 70 km me 386 milion euro investim pritet të përfundojë në vitin 2029 dhe do të krijojë një korridor strategjik që afron ndjeshëm Shqipërinë me Greqinë. Projekti është kthyer në një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore të rajonit, me ndikim të drejtë për drejtë në lidhjet ndërkufitare dhe zhvillimin ekonomik. Syri Kaltër po tërheqi një numër të madh turistësh këtë pranverë, duke u kthyer në një nga destinacionet më të vizituara në jug të Shqipërisë për shkak të bukurisë natyrore dhe ujit të kristalt. Operatorët turistik thonë se sezoni ka nisur herët që në mars dhe po vijon me fluks të qëndrueshëm vizitorësh. Në Këlqyr po zhvillohen punime intensive për përmirësimin e infrastrukturës me fokus në riparimin e rrugëve dhe ndërhyrjet në zonat më problematike të qytetit. Punimet përfshin zëvendësimin e pllakave dhe hedhjen e betonit në disa segmente kyçe, ndërsa do të shtrihen edhe në zonat rurale me synim përmirësimin e kushteve të jetesës për banorët dhe lehtësimin e aksesit për vizitorët. Ju njohim tani më gjërësisht. Në ditën e dëshmorëve të Atë-Dheut në Gjirokastër u zhvillua një ceremoni përkujtimore në nder të 494 dëshmorëve të varrezave të qytetit. Përfaqësues institucionesh, deputet, veteranë dhe qytetarë vendosën kurora me lule në shenjë respekti për ata që dhanë jetën për lirinë e vendit. Kontributi i tyre u përkujtua me mirënjohje si pjesë e rëndësishme e historisë së Gjirokastrës. Gjirokastra përkujtoi sot në ditën e dëshmorëve të gjithë ata që sakrifikuan jetën për një Shqipëri të lirë. Në ceremoninë e organizuar në varrezat e dëshmorëve morën pjesë kryetari i Bashkisë Flamur Golemi, prefekti i Qarkut Albana Hasani, deputeti i Partisë Socialiste Pirodhima, përfaqësues të institucioneve, veteranë, familjarë të rënëve në luftën antifashiste nacional çrimtare. Në tingujt e helmit të flamurit, ata ju drejtuan lapidarit ku vendosën edhe kurorat me lule. Si në çdo 5 maj, përkulemi me nderim dhe respekt për të rënët e Atë-Dheut. Ata që nuk ursyen asgjë, jetën e vet, për dinjitetin dhe lirinë e këtij kombi. Është një ditë të reflektimi për gjithë ne, për ta çuar amanetin e tyre para. Lavdi për jetë të rënëve të Atë-Dheut. Jemi sot në datën 5 maj, në ditën e dëshmorëve, të gjithë së bashku për të kujtuar dhe vlerësuar dhe për ulur para kujtimit të gjithë atyre burrave, grave, djemë dhe vajzave që më shumë se jetën e tyre deshën Atë-Dheun. Kujtojmë sot 28.000 dëshmorë që me zjarrin e lirisë në zemër krijuan dhe projektuan të ardhmen edhe me vlerën më të lartë jetën e tyre. Sot në fakt nuk është thjesht një ditë kujtese, por është një thirrje ndërgjegje për të na kujtuar gjithëve se liria nuk është dhuratë, por është një amanet i ndërtuar me shumë sakrifica dhe gjak. E detyra jonë sot është që këtë amanet ta mbajmë të gjallë e ta përcjellim edhe tek brezat e rinj me shumë dashuri për vendin e tyre. Dëshmorët nuk janë thjesht pjesë e historisë, ata janë themeli të tashmes dhe udhërfyesit e së ardhmes. Lavdi për jetë kujtimit të tyre. Sot përulemi me respekt përpara dëshmorëve të Atë-Dheut, sakrificat e tyre na bën që të obligohemi më shumë për të punuar për një Shqipëri më të mirë, më të drejtë dhe më europiane. Gëzuar 5 majin, të paharuar. Shqipëria vendi i luftrave të mëdha. Shqipëria zjarri i periudhave të rralla historike. Këtu në Shqipëri 70.000 partizan, 28 brigada, mira të tjerë në territorin për batalione u përkushtuan sa na bën krenar ne në luftën e dytë botërore si antifashist. Lavdi atyre që dhanë jetën për lirinë, lavdi partizanëve të cilët sot mbajnë titullin e lartë në nderi i komit. Kemi ardhur këtu në varrezat e dëshmorëve për të përkujtuar 494 dëshmorë të Atë-Dheut, të rinj dhe të reja që dhanë gjak në këshillimin e Atë-Dheut. I paruar qoftë kujtimi i tyre.
Gjirokastra i dha luftës 494 djem dhe vajza që radite në librin e dëshmorëve të Shqipërisë, aprovuar nga Ministria e Brendshme në vitin 2012. Dita e dëshmorëve ka origjinën në 5 maj 1942, kur u vra Qemal Stafa, i cili me veprimtarinë e tij u kthye në simbol të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Punimet për aksin Kakavi Janin po vijojnë me intensitet në disa pika kyçe në Epir. Projekti prej 70 kilometra me 386 milion euro e investim pritet të përfundojë në vitin 2029 dhe do të krijojë një korridor strategjik që afron ndjeshëm Shqipërinë me Greqin. Projekti është kthyer në një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore të rajonit, me ndikim të drejtpërdrejtë në lidhje të ndërkufitare dhe zhvillimin ekonomik. Shqipëria dhe Greqia afrohen më shumë përmes një projekti strategjik infrastrukturor që po ndryshon hartën e lëvizjes në rajon. Punimet për ndërtimin e aksit pan-evropian Janin-Kakavi po zhvillohen me intensitet të lartë në disa pika kyçe të territorit grek, ku përfshihen Kosmira, Asvestohori dhe nyja lidhëse me autostradat Ionian-Odhos dhe Egnatia-Odhos. Projekti është kthyer në një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore të rajonit, me ndikim të drejtpërdrejtë në lidhje ndërkufitare dhe zhvillimin ekonomik. Gjatë një vizite në kantier, përfaqësues të institucioneve turistike të Janinës dhe Epirit u njohën nga afër me ecurinë e punimeve dhe parametra teknik të projektit, i cili synon të krijojë një korridor modern transporti mes Greqisë Veriore dhe kufirit shqiptar. Sipas të dhënave të projektit, aksi Janin-Kakavi do të ketë një gjatësi prej rreth 70 kilometrash me një buxhet total prej 386 milion eurosh. Rruga do të përfshijë 11 nyje lidhëse të niveleve të ndryshme, duke garantuar akses të shpejtë dhe të sigurt në zonat përreth. Një nga elementet më kompleks të projektit është një urë 560 metra e gjatë, e cila do të lidhë drejt për drejt rrugën e re me autostradat kryesore rajonale. Aktualisht kjo strukturë ndodhet në fazën e themeleve. Sipas planifikimit, përfundimi plot i projektit parashikohet në qershor të vitit 2029. Autoritetet theksojnë se ky aks nuk është thjesht një rrugë transporti, por një arterie strategjike që do të ndryshojë mënyrën e lëvizjes në gjithë rajonin e Epirit dhe Mëgjer. Këtu jemi në studion e punimeve, ku do të mbikëqirim punimet. Jemi në fillim të punimeve, në rrugën Ioniane. Më pas do të bashkohemi nëpërmjet një ure me korridorin Egnatia. Falenderojmë përfaqësuesit e turizmit, të cilët i informuan për mbarvajtjen e punimeve. Falenderojmë të gjithë faktorët institucional që ndihmojnë në mbarvajtjen e punimeve. Shqipëria dhe Greqia afrohen më shumë përmes një projekti strategjik. Punimet për ndërtimin e aksit Janin-Kakavi po zhvillohen me intensitet të lartë. Lidhja me Ionian-Odhos pritet të ketë ndikim të menjëhershëm në zhvillimin ekonomik të zonës së Janinës, duke treguar më mirë aeroportin ndërkombëtar, zonat industriale dhe destinacionet turistike të rajonit. Në të njëjtën kohë, veriu i prefekturës së Epirit pritet të dalë nga izolimi rrugor, duke integruar më fuqishëm në rrjetin kombëtar dhe ndërkombëtar të transportit. Një nga përfitimet më të rëndësishme të këtij aksi është reduktimi drastik i kohës së udhëtimit. Distanca Anti-Rio Janin-Kakavi, rreth 264 km, pritet të përshkohet në afërsisht 2 orë 15 minuta, duke e bërë lidhje në shumë më efikase për udhëtarët dhe transportin tregtar. Ky projekt ka një rëndësi të veçantë strategjike, pasi është pjesë e korridorit blu, një korridor i gjerë ndërkombëtar që lidh 7 vende: Itali, Sloveni, Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maltë, Shqipëri dhe Greqi. Ky bosh transporti nis nga Trieste dhe shtrihet përgjatë brigjeve të Adriatikut të Jonit, duke përfunduar në Kalamata me synimin për të forcuar lidhjet ekonomike dhe logjistike në gjithë rajonin. Me përfundimin e aksit Janin-Kakavi pritet një afrim i mëtejshëm mes Shqipërisë dhe Greqisë, duke krijuar kushte më të favorshme për turizmin, tregtinë, transportin dhe investimet. Ekspertët vlerësojnë se ky zhvillim do të ndikojë jo vetëm në 2 vendet fqinje, por edhe në gjithë Ballkanin Perëndimor dhe Europën Qendrore, përmes një rrjeti më të shpejtë dhe më të integruar komunikimi. Ky projekt po realizohet fal bashkëpunimit institucional dhe mbështetjes së fondeve europiane, duke u konsideruar si një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore të dekadës në rajon.
Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sporteve Blendi Gonxha inspektoi shpellën e spilesën në Imar, një nga hapësirat më të veçanta të Bregdetit shqiptar. Ai theksoi rëndësinë natyrore dhe kulturore të saj, si dhe lidhjen me mitin e ciklopit të Homerit. Projekti i mbrojtjes dhe zhvillimit financohet nga Banka Botërore përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sporteve Blendi Gonxha ka inspektuar nga afër shpellën e spilesë në Imar, ku pritet të zbatohet një projekt për mbrojtjen dhe zhvillimin e kësaj pasurie natyrore dhe kulturore. Gjatë inspektimit, ministri theksoi rëndësinë e veçantë që ka kjo shpellë për zonën, duke e cilësuar atë si një ndër hapësirat më unike të Bregdetit shqiptar, ku ndërthure natyra, historia dhe legjendat. Sipas tij, shpella lidhet shpesh me mitin e ciklopit, të përmendur nga Homeri, çka e rrit më tej vlerën e saj kulturore dhe turistike. Ka shumë rëndësi që edhe në pikat vogla si kjo, ne të kthejmë rregullin, të kthejmë dinjitetin e këtyre pikave, të kthejmë vizitueshmërinë e tyre, mund t'i promovojmë këto pika. Imara vuan për destinacione dhe për kujtesë në kuptimin e disa prej monumenteve dhe disa prej, ato mund t'jenë natyrore, mund t'jenë historike, mund t'jenë të ndryshme, por që vuan që të ketë një menu më të pasur edhe nga pikpamja e turizmit të trashëgimisë kulturore. Natyrisht që Imara është shumë e pasur dhe begat nga deti dhe nga natyra, por puna është që ky lloj turizmi i rrit shumë vlerë Imarës dhe zonës, dhe këtu kemi një betejë e cila zhvillohet edhe mes paligjshmërisë në vite, mes pakujdesisë në vite dhe kthimit të rregullit. Dhe nuk është vetëm tek shpella e spilesë që jemi këtu duke inspektuar sot për punimet që po kryen, po jemi dhe pranë saj në një situatë e cila me siguri kërkon zgjidhje të tjera ligjore, kërkon një ndërhyrje tjetër ligjore. Ne mund të veprojmë këtu edhe me shpërndësim, mund të veprojmë edhe me disa ndërhyrje tjera, do jenë në armoni me planin e menaxhimit që bashkia dhe ne do të gjykojmë se është më mirë për Himarën dhe për komunitetin, dhe ka nevojë natyrisht edhe për një ndërgjegje të komunitetit. Sepse nuk është vetëm çështje shteti nga lart, shteti duhet vijë edhe nga poshtë. Kështu që do duhet kemi një reagim edhe nga komuniteti, dhe ne do bëjmë çështje mundur që kësaj zone, jo vetëm pjesës përpara që i kanë zaptuar hyrjen shpellës, ku jemi kush pastruar tani, që ne do ta spastrojmë edhe në kuptimin fizik, edhe në kuptimin ligjor, por edhe ngjitur me shpellën që shpella tjetër është bërë lavazh në kohën e situatave informale, tranzicionit, vite përpara, cilën ne tani së bashku me bashkinë do duhet ta normalizojmë dhe ta kthejmë në një situatë që tjetë edhe e bukur, por tjetë edhe e sigurt. Projekti financohet nga Banka Botërore përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore. Projekti realizohet nga Cultural Heritage Without Borders Albania, ndërsa monitorimi kryhet nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Vlorë. Autoritetet synojnë që përmes këtij projekti shpella e spilesë të kthehet në një pikë referimi të rëndësishme turistike në jug të vendit, duke tërhequr vizitor gjatë gjithë vitit. Syri i kaltër po tërheq një numër të madh turistësh këtë pranverë, duke u kthyer në një nga destinacionet më të vizituara në jug të Shqipërisë për shkak të bukurisë natyrore dhe ujit të kristalt. Operatorët turistik thonë se sezoni ka nisur herët që në mars dhe po vijon me fluks të qëndrueshëm vizitorësh në të gjithë vendin, duke dhënë një sinjal për një vit të suksesshëm turistik. Syri i kaltër, si një ndër bukuritë më të ralla natyrore në jug të vendit, vijon të tërheqë një numër të madh turistësh edhe gjatë kësaj pranvere. I njohur për ujin e tij të kristalt dhe ngjyrat unike, ky destinacion mbetet një nga pikat më të vizituara nga vendasit dhe të huajt. Vizitorët shprehen të mahnitur nga pastërtia dhe bukuria natyrore e zonës, duke e cilësuar Syrin e kaltër si një përvojë të veçantë që nuk duhet të humbur. Është hera e parë që jam këtu në këtë mrekulli natyrore, mund të them. Më pëlqen shumë. Është gjithashtu hera e parë që vi në Shqipëri dhe përmes agjencisë son turistike kemi bërë një tur dhe kemi njohur një vend të shumë të bukur. Nuk dija shumë për Shqipërinë.
pasi në vitet e fundit ka ndryshuar shumë gjëra dhe kishte pak informacion. Është një destinacion shumë i bukur për vizitë. Ne jemi një grup nga Gjermania dhe na është rekomanduar si një magnet turistik. Diçka të ngjashme kemi edhe në Gjermani, por kjo këtu është shumë e bukur në krahasim me atë që kemi atje. Pra jemi me grupin dhe donim shumë ta shikonim. Përndryshe do të kishim vazhduar rrugën, po donim patjetër ta vizitonim Syrin e Kaltër. Kemi 10 ditë në Shqipëri dhe po bëjmë një tur. Është një vend i bukur. Natyra që kemi parë deri tani është shumë e bukur. Qytetet e vjetra dhe historia që i shoqëron janë shumë interesante. Duhet të them se kam respekt për këtë vend dhe për atë që është arritur këtu. Do ta rekomandonim patjetër sepse ishte shumë bukur. Ndërkohë operatorët turistik bëjnë të ditur se sezoni turistik ka nisur më herët se zakonisht, që në muajin mars dhe ka vijuar me një fluks të qëndrueshëm vizitorësh. Sipas tyre, rritja e interesit për Shqipërinë si destinacion turistik po reflektohet jo vetëm në jug, por në të gjithë vendin. Ata theksojnë se rezervimet dhe kërkesat për gujda turistike kanë qenë në rritje, duke dhënë sinjale pozitive për një sezon të suksesshëm. Ka filluar qysh në mars. Sezoni është bërë pak më i gjerë, por duhet ruajtur. Duhet ruajtur në sensin që të jenë gjitha gjërat, gjitha shërbimet ashtu siç duhet. Në të gjithë Shqipërinë, se bëjmë vetëm këtë pjesën e jugut, përgjithshmja është shumë e mirë. Përgjithshmja është shumë e mirë për disa arsye. Disa vinë me pritshmëri më të ulta, seç realisht janë, edhe thonë okay, është pas që ka zhvilluar ca, kurse disa të tjerë, patjetër diversiteti i Shqipërisë ka se çfarë ofron, domethënë shumë pak kilometra, ti gjen një vargmal, gjen një fush të gjerë, një blerim ose një lumë të caktuar, kështu që ka një diversiteti e bën atraktive vendin tonë. Prania e lartë e turistëve dhe interesi në rritje konfirmojnë se sezoni turistik ka nisur mbar, me pasuritë natyrore që ofron si Syri i Kaltër dhe me promovimin gjithnjë më të madh të vendit, Shqipëria po konsolidohet si një destinacion i preferuar për pushime. Nëse kjo ecuri vijon, pritet që ky vit të shënojë një tjetër sukses për turizmin në vend. Porti i Sarandës po regjistron një rritje të ndjeshme të fluksit të pasagjerëve duke u kthyer në një nga pikat më të rëndësishme hyrëse turistike në jug të vendit. Sipas drejtuesve të portit, gjatë periudhës janar-prill janë shënuar 52.770 pasagjerë në rritje, prej 72% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vetëm gjatë muajit prill 2026 në port kanë bërritur 30.567 pasagjerë, ose 10.510 më shumë se në prill të vitit 2025. Sipas autoriteteve, kjo rritje lidhet drejt për drejt me përmirësimin e infrastrukturës portuale dhe shtimin e linjave detare që lidhin Sarandën me Korfuzin. Për mbarvajtjen e sezonit turistik janë shtuar masat e sigurisë në bashkëpunim me Policinë Kufitare, Kapitenerinë dhe Doganën e Sarandës, ndërsa linjat e tragjeteve kanë rritur frekuencën e udhëtimeve për të përballuar kërkesën në rritje. Me monumente arkeologjike, peizazhe natyrore dhe plazhet e saj, Saranda vijon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara, duke tërhequr çdo vit një numër gjithnjë më të lartë turistësh vendas dhe të huaj. Në Gëlçyr po zhvillohen punime intensive për përmirësimin e infrastrukturës me fokus në riparimin e rrugëve dhe ndërhyrjet në zonat më problematike të qytetit. Punimet përfshin zëvendësimin e pllakave dhe hedhjen e betonit në disa segmente kyçe, ndërsa do të shtrihen edhe në zonat rurale me synim përmirësimin e kushteve të jetesës për banorët dhe lehtësimin e aksesit për vizitorët. Prej një jave në qytetin e Gëlçyrës po zhvillohen punime për riparimin e dëmtimeve në infrastrukturë. Inxhinieri pranë bashkisë, Josufi Ngjela, bëri të ditur se puna po vijon me intensitet, duke u fokusuar në zëvendësimin e pllakave dhe hedhjen e betonit në disa zona të caktuara. Kanë ndërhyrje si pasojë e amortizimit të pllakave për që kanë kaluar disa vite dhe me fondet e bashkisë po fillojmë dhe mirëmbajtjen e tyre. Në pjesë ku janë, domethënë, prishur më shumë edhe sheshet, edhe shtresat asfaltike, ku ka pas ndërhyrje të punimeve të tjera. Këto janë mirëmbajtje që janë rreth për 2 vjet, po sipas kërkesës së nevojave është me shërbim, domethënë, nuk është me kontratë sipërmarrje. Punimet këtu mund të mbyllen brenda 15 ditëve, domethënë, te ky sheshe që është parashikuar të kryen këto ndërhyrje, vetëm shtresa e pllakave të dëmtuara. Sipas tij, ndërhyrjet do të kryen edhe në zonat rurale me qëllim përmirësimin e kushteve për banorët. Kemi mirëmbajtjen e rrugëve,
të fshatrave përreth, domethënë. Shtresa me beton ku është parashikuar në projekt, pjesë të rrugëve të vështira dhe në pjesë të qytetit që nuk janë të shtruara, do shtrojmë me beton. Në çdo territor të bashkisë ku të ketë problematika, do shikojmë dhe pastaj do bën kontratat sipas marrëveshjes që është parashikuar. Këto punime pritet të lehtësojnë jetesën e komunitetit lokal dhe të përmirësojnë përvojën e vizitorëve që zgjedhin të vizitojnë këtë zonë. Në një sezon kur alergjit po prekin gjithnjë më shumë qytetarët, mjekët apelojnë për kujdes dhe ndërgjegjësi. Specialistët theksojnë rëndësinë e një diagnoze të saktë, e cila realizohet përmes testeve të lëkurës dhe analizave alergjike molekulare për të mbrojtur shëndetin e komunitetit. Pranvera sjell çdo vit një rritje të ndjeshme të alergjive sezonale, duke bërë këtë periudhë sfiduese për shumë pacientë me probleme respiratore, me shtimin e poleneve dhe ndotjes në ajër, simptomat si të shtima, irritimi i syve, kolla apo vështirësi në frymarrje janë bërë gjithnjë më të përhapura. Sipas Mehmet Hoxha, alergolog pranë QSU-t, ndryshimet klimatike kanë rritur nivelin e alergjive në atmosferë, duke shtuar ndjeshëm rastet e pacientëve me simptoma të rënda. Jemi në sezonin e madh polenik, ku barishtet e këqija, graminaqet, graset, kanë sezonin e tyre të polenizimit. Ndryshe nga vitet e tjera, polinoza këtë vit është shumë agresive, ka filluar relativisht më herët, që në javën e 2 të 3 të marsit, dhe nuk përqendrohet vetëm në rrugët e sipërme të frymarrjes, pra në hund, në sy, në fyt të themi, por ka prekje të astmës bronkiale. Ne kemi patur disa subjekte të reja të shtruar në spital që janë paraqitur me status azmatik. Dhe ndryshe nga herët e tjera ku statusi azmatik nga polinoza qetësohej të themi shpejt, tani ata kanë disa ditë që qëndrojnë në kushte spitalore për të kaluar këtë situatë. Është domosdoshme një diagnozë etiologjike e saktë që realizohet me provat tona në lëkurë, por realizohet edhe me testet e alergjisë molekulare. Dhe vetëm pasi të jemi të bindur që kush është shkaktari real, primar i alergjisë, atëherë mund të vendosim për të bërë imunoterapinë, që është terapi shpëtuese. Profesor Hoxha këshillon shmangjet e ekspozimit në orët me polen të lartë, ajrosje të kontrolluar të ambienteve dhe përdorim të terapisë rekomanduar për të siguruar një pranverë më të qetë dhe më të shëndetshme. Duhet të diferencosh monosensibilizimin nga polisensibilizimin, nuk duhet të vetë mjekohesh. Pasi vetë mjekimi duket si një zgjidhje pragmatike që mund të realizohet me një farmaci në lagje që të ndihmon duke të dhënë një antihistaminik, por nuk e menaxhon sëmundjen afatgjatë në vetë mekanizmin e saj fizpatologjik. Në kushte ku alergjit po bëhen gjithnjë më të përhapura, mjekët theksojnë rëndësinë e diagnostikimit të hershëm dhe trajtimit të vazhdueshëm. Ndjekja e terapisë së dur dhe masat parandaluese mbeten thelbësore për të mbrojtur shëndetin respirator dhe për të kaluar një sezon pranveror më të sigurt e më të kontrolluar. Në Ksamil, vaksinimi i fëmijëve po kryhet rregullisht sipas kalendarit shëndetësor. Mjekët bëjnë me dije se prindrit po tregojnë të kujdesshëm dhe paraqiten në kohë për vaksinimin e detyrueshëm, ndërkohë që theksojnë se vaksinimi mbetet thelbësor për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve dhe parandalimin e sëmundjeve infektive. Në qendrën shëndetësore të Ksamilit, vaksinimi i fëmijëve po kryhet rregullisht dhe sipas kalendarit të përcaktuar nga institucionet shëndetësore. Shërbimi po funksionon në mënyrë të vazhdueshme, duke siguruar mbulim të plot për vaksinat e detyrueshme. Sipas mjekëve të kësaj qendre, prindërit tregojnë të ndërgjegjshëm dhe nuk neglizhojnë vaksinimin e fëmijëve. Ata i përmbajnë rekomandimeve mjekësore dhe paraqiten në kohë për kryerjen e dozave të nevojshme. Është bërë goxha diskutim për pjesën e kalendarit të vaksinimit, por mendoj që në qendrën shëndetësore tonë, ky problem unë do ta quaja të zgjidhur. Pra fëmijët janë të vaksinuar, për mos të thënë përqindje, po janë të vaksinuar. Vaksinat të paktën në institucionin tonë, e vetmja vaksinë të cilët janë skeptik është MMR-ja, por ka rezultuar që në fund e kanë bërë pas bindjes dhe diskutimit me ne. Mjekët theksojnë se vaksinimi në kohën e dur është i domosdoshëm për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve dhe parandalimin e sëmundjeve infektive. Imunizimi është i rëndësishëm sepse në rast se do harrihet një përqindje e pa imunizuar, atëherë kjo fillon të bëhet problem. Nëse një rast apo
pak raste janë të pa imunizuar, nuk do ishte dhe aq problem, por në rast se neglizhohet 1, 2, 3, 5 dhe bëhen shumë për fëmijë të pavaksinuar, pastaj kjo përbën problem. Bluzat e bardha apelojnë për vazhdimin e këtij kujdesi duke e konsideruar vaksinimin një hap thelbësor për shëndetin publik. Në kuadër të ditës së dëshmorëve, Biblioteka e Qytetit ka çelur një ekspozit me botime nga lufta. Në të janë prezantuar libra që flasin për historinë e luftës antifashiste, nacional çlirimtare, por edhe albume fotografike e botime kushtuar dëshmorëve. Në një kënd të Bibliotekës Apostol Meksi në Gjirokastër, sot në kuadër të ditës së dëshmorëve u çel ekspozita me botime që përcjellin historinë e luftës antifashiste nacional çlirimtare. Janë libra të veçantë, seri librash dhe albume, përmes të cilave jo vetëm lexuesit e rregullt të bibliotekës, por edhe qytetarë gjirokastrit mund të mësojnë më shumë për historinë e popullit shqiptar. Ata që e vizituan kryesisht sot ekspozitën ishin nxënësit e shkollave, thot koordinatoria e bibliotekës Ritvana Babaramo. Në këtë ekspozit kemi paraqitur albume që i përkasin periudhës së luftës, kemi pjesë të historisë së Shqipërisë sipas etapave, kemi botime të brigadave, të gjitha brigadave me radhë, kemi disa botime të tjera që janë të shkruar nga veteranët, ndërto ata kanë shkruar kujtime që atë periudhës së luftës, ngjarje që ata i kanë përjetuar. Përveç këtyre kemi dhe disa botime të muzeve, të cilat u kushtohen secilit dëshmor. Një vend të veçantë në ekspozitën tonë zën edhe dëshmorët e qarkut tonë, të cilët kanë dhënë një kontribut të madh në çlirimin e vendit. Ekspozita pati një interes të lartë për të ndjekur, sidomos nga nxënësit e shkollave, të cilët patën një interes të lartë për këtë periudhë lufte që ne kemi kaluar. Të njohin dëshmorët sa më afër, të gjithë ata që kanë dhënë kontributin për çlirimin e vendit. Ekspozita do të jetë e hapur gjatë gjithë javës. Ekspozita do të jetë e hapur deri në fund të kësaj jave. Ishim në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.